para pandemisë, le ta marrim si pikë referimi, viti 2019, në Shqipëri kishte 200-240.000 makina në qarkullim, sot kemi gati 1 milion, pak a shumë, 950.000, 1 milion makina të targuara, ku futen veturat, forestradat, edhe mjetet, autobus, kamion, të gjithë mjetet të targuara që Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor i targon, i regjistron. Kështu që kemi, siç e theti, kemi 1 milion përdorues. Atëherë nëse marrja flak e makinave e viteve të fundit, ose e muajve të fundit, e 6 muajve të fundit, na bie në sy më shumë, kjo është edhe aritmetike. Para 6 vjetësh ne kishim 250.000 makina, po e rrumbullokosim numrin, sot kemi 1 milion. Kështu që automatikisht kemi 4 herë më shumë makina se sa kishim para 6 vjetësh. Le ta shpjegojmë pak parkun e automjeteve në Shqipëri. Ka përmirësime për moshën e makinave. Ne nuk kemi më makinat e një moshe të vitit 2019. Mosha ka ardhur duke ulë, automatikisht risku i marrjes flak, i defektimit, kostot e riparimit janë përmirësuar në shërbim qytetarëve. Pse marrin makinat flak? Kjo është një ekuacion me shumë variabla, unë do t'i marrë me radhë, nëse koha na lejon. Atëherë do fillosha gjithmonë flak makina merr një nga burimet e flakës është korrenti, bateria, kablazhet elektrike. Do e fillosha sqarimin me ato që Shqipëria nuk prodhon automobila, kështu që ne automobilat i importojmë nga jashtë. Praktikisht qytetari gjerman, qytetari italian, qytetari evropian, amerikan, kinez e me radhë, përdor të njëjtat makina që përdorim ne. Nëse kthehemi pak mbrapa në retrospektiv, në vitet e para kur janë fut në mas makina Shqipëri, filloi me vitet 1992 me radhë, ne kishim 3-4 makina, pa prish, pa bërë publicitet apo anti-publicitet për ndonjë markë tjetër. Unë mendoj që ne kishim pak Volkswagen, pak Audi dhe shumë Benz. Kurse në rrugët tona sot kemi të gjithë larmin, të gjithë markat prezente.